10 vite më parë u inaugurua Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi, një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në vend që sot përfaqëson një pasuri të çmuar për historinë dhe identitetin e Shkodër, i hapur për publikun si një hapësirë moderne dhe dinjitoze. Muzeu ka arritur të kthehet në një pikë referimi për artin e fotografisë dhe për promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare. Ky institucion mbart një koleksion unik fotografish të trashëguara nga dinastia e njohur Marubi, duke sjellë përmes imazheve një pasqyrë të gjallë të historisë, traditës dhe jetës shoqërore ndër vite. Për shumë kënd, Muzeu Marubi është më shumë se sa një hapësirë ekspozimi, është një dëshmi e gjallë e fuqisë së vizionit dhe punës për të ruajtur kujtesën kolektive. Arkiva e negativëve, objektivëve dhe dokumenteve të Pietro dhe Kel Marubi të shpallur pjesë e regjistrit ndërkombëtar të kujtesës së botës nga UNESCO, duke renditur kështu ndër 10 trashëgimit më të çmuara të njerëzimit. 10 vjetori i këtij muzeu është konsideruar edhe nga kryebashkiaku Benet Beci përmes një postimi në rrjetet sociale si një moment i rëndësishëm për kulturën e qytetit, duke forcuar edhe më tej bindjen se investimi në art dhe histori sjell vlera të qëndrueshme për komunitetin. Suksesi i tij përbën gjithashtu një nxitje për projekte të reja kulturore që po marrin jetë në qytet si Muzeu i Lundrimit dhe iniciativa të tjera muzeale që synojnë të pasurojnë ofertën turistike dhe kulturore. Në këtë përvjetor simbolik theksohet se kultura, muzejt dhe historia mbeten element thelbësor të identitetit, të cilat jo vetëm ruhen, por edhe përcillen me krenari tek brezat e ardhshëm, duke e bërë Shkodrën gjithnjë më të lidhur me rrënjët dhe traditën e saj.